Dje që montuam propagandën, kjo është propaganda më e përhapur kundër qeverisë Kurti. Hajde ta çmontojmë atë në 60 sekonda. Shmontuesi të propagandës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje po i del problem me shtetin shqiptar. Ejup Ahmeti, deputeti i lëvizjes vetëvendosje, është një herët edhe biznismen. Ai është pronari i kompanisë Top Fruits, e cila po akuzohet për keshpërdorim milionësh të fundeve të BE-s. Konkretisht, Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural në Shqipëri po e akuzon kompaninë e deputetit Ejup Ahmeti se ka keshpërdorur 1.2 milion të përfituara në formë granti. Top Fruits e deputetit të vetëvendosjes, ato ku me emër komercial Doni Fruits kishte marrë 1.2 milion euro grant në tetor të 2019 nga BE-ja. Zyra Evropiane kundër mashtrimit më vonë kishte zbuluar se kompania e deputetit Ahmeti kishte abuzuar me paratë e fituara nga evropianët dhe shteti shqiptar. Në mediat shqiptare është publikuar padje e ngritur nga ZBR-ja e Shqipërisë gjatë këtij viti. Ky institucion kërkon që kompania e deputetit Ahmeti t'ia kthejë 1.5 milion euro, ku 300.000 euro të tjera janë të përfshira si penalitete ligjore. Gazeta Insideri ka provuar ta kontaktojë deputetin e lëvizjes vetëvendosje, mirë po i njëjti s'ka qenë i çastshëm.